Në zonat rurale të bashkisë Tepelen, gjatë këtij viti është evidentuar një ulje e sipërfaqeve të mbjella me kultura perimore. Sipas specialistëve të bujqësisë, kjo tendencë lidhet kryesisht me mungesën e tregut të sigurt për fermerët, por edhe me rritjen e kostove të prodhimit, veçanërisht të çmimeve të pesticideve dhe inputeve bujqësore. Në kulturat e bimëve të arave kemi një stepje të kultivimit. Për grurin, për misin, ka rënje të sipërfaqeve ose të perimeve, ka rënje kurse për kulturat të pemfrutore, udhinj, ka shtim. Për bimët e arave edhe për perimet ka ndikuar tregu, me fjalë fermerët që kultivojnë nuk gjejnë treg për të shitur. Kjo është rritja e çmimit të pesticideve dhe të pjerave kimike. Kurse për shtimin e kulturave drufutore dhe pemfrutore ka ndikuar tereni jonë, sepse kemi një teren që i përshtatet shumë këtyre kulturave dhe kanë marrë edhe toka me qira për 99 vjet dhe i kanë shfrytzuar ato për të mbjellë me këto kultura. Nga ana tjetër, fermerët kanë orientuar një pjesë të tokave drejt kulturave më afatgjata, ku vihet re një rritje e sipërfaqeve të mbjella me kultura frutore. Këto vitet e fundit janë shtuar shumë kultura e pemëve frutore ose e arroreve. Kemi shumë fermerë që kanë mbjellë sipërfaqe të mëdha me arr, me bajame dhe me kultura të tjera pemë frutore. Kurse tek bimët e arave kemi një zvogëlim të mbjelljes të sipërfaqeve. Ekspertët shprehen se për të nxitur prodhimin vendas nevojiten më tepër mbështetje për fermerët, krijimi i tregjeve të garantuara dhe politika që do të ndihmojnë në uljen e kostove të prodhimit.